mjaftuar për të kaluar provimin pranues, por ama ka qenë i pamjaftueshëm, sidomos si një nxënës shembullor këtu, i mësuar që të kuptosh të gjithë materialin. Të mësohesh me faktin që mund të jetë në rregull edhe nëse e kupton 80%-shin, edhe kjo ka qenë një sfidë në vetvete. Që të pranosh që nuk mund gjithmonë të dish të gjitha, po që duhet pranosh se në rregull e di 60%-shin, po mbase në këtë semestër të parë më mjafton të marr një kaluese. Nuk është nota më e mirë që e mësuar ta marrësh deri tani, po edhe kaluesja është kaluese dhe për rrethanat që janë mund të jetë madje edhe më e vlefshme se një, siç e kemi në sistemin atjetër, se një 5 e marr në shkollë të mesme, që është nota maksimale atje. Dhe nëse duhet ta përshkruash komplet këtë periudhë, çfarë të ka bërë ty si njeri, çfarë të ka dhënë ty si njeri? Si ka ndikuar tek ti? Më ka zgjeruar kuptimin e jetës. Unë vi nga një fshat në Maqedoni shumë i madh, po edhe vi nga një kohë kur ne këtu si Ballkan kemi qenë të izoluar me pamundësi për të thuar jashtë. Ne kemi qenë vetëm këtu në vendet e Ballkanit dhe gjithkund ka qenë me viza. Më thënë, dhe në kohën e rinisë së hershme, perceptimi për botën ka qenë perceptimi i fshatit, qytetit, maksimalisht i kryeqytetit tonë. Fakti që kam jetuar në një qytet 20 milionësh, ku jetojnë njerëz nga e gjithë bota, më ka hapur sytë për të kuptuar shumë ngjyrshmërinë, shumë llojshmërinë e njeriut si njeri, për të kuptuar sa e bukur është bota edhe me gjitha ngjyrat tjera. Dhe kjo besoj që është edhe universiteti si universitet, dallohet për shembull nga gjitha universitetet botën islame, se ka vetëm student 600.000. 600.000 student. 600.000 gjithë dëgjojnë mirë, 600.000 student. 600.000 student. Me gjithë shkollat fillore dhe të mesme që i ka të vetat si përgatitore për atë, ka edhe 2.5 milion nxënës në këto faza tjera. Domethënë, ky dimension kaq i madh, edhe mësohen të gjitha shkollat juridike të pranuara në islam, edhe ato të papranuarat për të reflektuar ndaj tyre, dhe kjo më ka bërë që të kem një qasje më të hapur ndaj botës dhe një qasje më relative ndaj asaj që ne nga jeta në fshat e njohim si absolute dhe të pakontestueshme. Do shta edhe nga karakteri jonë si shqiptar, që e kemi kokën e grirë, që o kështua nuk bën ndryshe. Nuk ish ashtu. Asesi. E përmende që ke shkru romanin e parë, në letër... Kam provuar të shkruaj dhe janë ndyr i zhgënjur, kur më ka thënë arsimtari i gjuhës shqipe që je klase 6, provo të shkruash poezi, provo të shkruash më shkurt, diçka se dialogjet janë shumë të ftohta, dhe këtë terme mbaj mend, dhe janë nëse i merr ti shohësh sot, po atëherë mu duk që do duhet ta shkruaja. Po, ka qenë mësimi i parë në sensin e ëndrave, që duhet përkushtohesh aty ku je më shumë, dhe sot, në fakt, unë di prirje më shumë për poezinë se sa për prozën. Proza më duket sikur do shumë më shumë durim, ndërsa unë kam nevojë të shpreh ndjenjat shpejt, në vargje më të kufizuara se sa të rrëfehem me detaje në prozë. Kështu edhe me qitë letër. Lidhet me këtë letë, lidhet me studimet tua, një poezi tua e kam, do t'a lexoj unë. Sa sakrifica, e sa mundime. Sa sikletet kaluara ndër vite, e sa net pa gjumë me shpirt të trazuar, sa rahje zemre plot ankth i vetmuar, sa flet librash 10 herë të lexuara, sa shprehje me zor të mësuara, sa agime zgjuar me shpirt të trazuar, sa rahje zemre plot frik, Zot më ke në duar. Sa vite rinie që ikën e nuk vinë më kur, erdha fëmijë i vogël, sfidat më bën burr. O Zot që je një, kam frik, jam i trishtuar, po sikur kjo sakrificë të mos jetë e pranuar, çdo të më mbetej kujtim nga pluhuri i misirit, nëse trupit do të më bëhej pluhur i xhehimit. Ç'kuptim do të kishte jeta, kjo jetë e vetmuar, po nuk qesh pranë teje, me të mirët i shoqëruar. S'kam gjë tjetër, Zot, pos mundimeve si ky sot. Fale këtë mëkatar, të lutem unë, Zot. Kjo pik loti që do të pikoj është lot pendimi. Më fal mua, Zoti im, veç te ti është kthimi. Pra ke përshkru këtë që e the edhe në studio me fjalë. Akoma e